edhe shumë gra sigur që kanë komentu për të mirë, ja i kanë bo vetë me IVF, edhe po, ose kanë pas në diçka që përkrojnë. Është komplet në rregull me bo fëmin me IVF, në momentet që ti ki probleme me infertilitet. Amo jo mu qude veç për qef. Edhe me pyetjen që e bone, momentet që ti vendos mu bon non, nuk është më veç e bona një fëmijë dhe mora epitetin non, po dosh mu për kujdes, me eduku, moralisht, edhe në këtë mënyrat, mu marrë me ta pak, se nuk është gjithçka veç bane një fëmijë dhe qëta. Jo, mu marrë me ta pak, po dosh të në kohën mu marrë, që se dënë me konta më në krenë. Edhe jam me atë menimin që ti fëmin kur të bën fëmija nuk është lodër e jotja, fëmija është një jetë, që ajë në të ardhmen ka drejt me bo çka dën, me vendos çka dën, po veç është që ti e ki bo dhe e ke pru një jetë në botë, shkurqe. Kështu që dosh mu kujdes. Si logopedëve ta bëj një pyetje, kështu, këta fëmijë mund të lindin edhe me probleme apo jo? Po, gjasat është përqindja e cilat janë gjasat që një fëmijë në mënyrë që bëhet me IVF ose në çfarëdo lloj tjetër që se janë dalë, tash shkenca ose mjekësia u zhvillu janë dalë disa metoda, mënyra për me bë fëmijë, me recept, me bë gjinin, gjithmonë ka me dalë pak me një problem. Edhe kena veç raste ku i njohëm personalisht që kanë bon mënyrë mjekësore fëmijën edhe fëmija ka dalë të pakte me një problem të vogël edhe janë përqindja se nuk është mënyra e njëjtë, nuk bëhet natyralisht. Kur bëhet fëmija me IVF... problem të vogël, s'po kuptoj. Gjithçysh ka me dalë me një problem. Ka me dalë me një problem. Albana. Po, Albana. Qa ka mësë me kuptu qysh? Me IVF. Po, me IVF ose mënyrë mjekësore, ka me dalë me një problem të vogël ose gjithçysh, me një problem zhvillimet, me një problem zhvillimor gjithçysh dalë. Në të probleme naturale, në problem në ecje, në problem zhvillimi i vonë, ose diçka. Sa ta ndoket që përpunojnë, diçka bojnë, anë nuk e... Po, fëmija, mas pari, mënyra me IVF, gruja merë hormone në përmes injekcioneve për mu zhvillu ose për me mujt me i në vezë fëmija. Fëmija nuk zhvillohet njëherë në bark, po zhvillohet në mjë laboralitike, hen në vëzore, edhe prej aty e marrin edhe ashtin direkt në mitër. Dhe me thonë fëmija asë nuk bëhet në bark, edhe ti po pretë që 100% ka me dalë fëmija se qysh bëhet natural, jo, nuk mundet Agnesa. Gjithçysh ka me dalë me një problem të vogël. Na vetë se e dim edhe, masim pyte për ka ona logopedisën, kur kam studiu, shumë ka qu ral pesh mënyra qysh u zhvillu Shazania, mënyra qysh u zhvillu që ata 6 mujt e par, e leje ma kur te e lind një fëmi, jo në mënyrë normale që e ke bon laborator veç për pikë të qefit. Unë mendoj që shkenca ka ecë shumë përpara.